Subhanallah. Allah është problem, Allah është problem. Të më thonë vllazën dhe motra, ky ajet keqi me tregu të vërtet që koha po shumë e vlefshme. Mos të hupum kohën ti të falmi namazin e të bojnë atë mirat. Ty Allah është problem vllaja, Allah të dhosh që të atë mirat, në ke spjegu, në ke këna zemrën. Tash e ka fjallën Agimi, e vërdes Agimi, vllon të edhe të kemi në spjegu tash pak ma qartas, edhe më në dhomë pak. Mashallah, me të vërtet, pasha Allahun, na ka kënaqë Jusufi zemrat, pasha Allahun, nuk kam koment. Me thonë në vërtetë nuk kam koment, shumë diçka të bukur ke bo që thujnë ata gjerman shprahlos. Subhanallah. Mi po e falenderojmë Allahun te bareke ve taala që Allahu na ka mundësu këto, mu taku me vllazit e tonë dhe me përmend fjalën Allahu te bareke ve taala. A ka ma mirë mu taku me vllazit e tonë këto dhe me motrat e tona dhe me përmend fjalën Allahu te bareke ve taala. Me kënaq Allahun subhanahu wa taala ashtu si ta kanë Allahu te bareke ve taala. Subhanallah. Inshallah do t'ja nisim emrin Allahu te bareke ve taala. Se vllau e qeli hymjen dhe me të vërtet që wallahi shumë diçka bukur e ka spjegu, s'di çka me thoma. Allahu ekber. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderimi të kanë Allahu te bareke ve taala, vetëm ata falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja përcjellim të dërguarit të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër dhe shokët e tij të ndershëm të bareke ve taala që Allahu na mundësoj këtu mu taku me vllazërit e ton dhe misionin e vllaut ton Fatmirin. Allahu te bareke ve taala i dhash të gjitha të mirët ya rabbil alamin. Allahu e gëzof me familje ya rabbil alamin. Allahu e bëf për atyre që e lexojnë Kur'anin, Allahu e bëf për atyre që e falin namazin, Allahu e bëf për atyre që kanë frikë Allahun te bareke ve taala dhe çdo ditë me korrigju karakterin ton, me përmirësu karakterin ton. Allahumma amin. Të dashurit e mi, subhanallah, Allahu te bareke ve taala thot në librin e tij familjar: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Subhanallah. Dhe më thonë Allahu te bareke ve taala po thotë të dashurit e mi, kush flet më bukur se që ai fton njerëzit drejt rrugës të Allahut te bareke ve taala. Allahu ekber. Allahu ekber të dashurit e mi. Dhe më thonë kush flet më bukur se ai që i fton njerëzit drejt rrugës së Allahut xhalla fi ula. Allahu ekber. Në dinin e Allahut xhalla fi ula. Në dinin e Allahut te bareke ve taala dhe thot fillimisht wa qala innani minal muslimin. Dhe thot me të vërtetë thot unë jam musliman. Allahu ekber. Allahu ekber të dashurit e mi. Të dashurit e mi, Allahu te bareke ve taala thot në sun Adh-Dhariyat versetin 55, يقول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله أكبر. الله جل في علا thot i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë Allahu xhalla fi ula i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Kul ya Muhammad, kul ya nabi." Thot këshilla thot se më të vërtet këshilla ju bën dobi besimtarëve. Sikur tash vllai jon që na këshilloj pak, subhanallah. Allahu ekber. Ne kemi nevojë të dashurit e mi me këshillu një tjetrin, subhanallah. Pa marr parasysh a din ti më shumë, a diun më shumë, ne kemi nevojë me këshillu një tjetrin siç na ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, që na thon fal Allahu te bareke ve taala. Wa dhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin. Ja Muhammed, ja Nabi, thot këshilla se më të vërtet këshilla ju bën dobi besimtarëve. Allahu ekber. Allahu ekber të dashurit e mi. Të dashurit e mi, subhanallah, Allahu xhalla fi ula na thot për mbi 86 herë që ne me fal namazin, kurse ne nuk i përgjigjëm thirrjes së Allahut te bareke ve taala, subhanallah. Dhe më thot për mbi 86 herë po na thret Allahu azza wa jall që ne me fal namazin, ne nuk i përgjigjëm thirrjes së Allahut te bareke ve taala. Allahu ekber të dashurit e mi. Interesant është të dashurit e mi, interesant është fjala salah
rrjedh për fjalës sileh. Edhe njerë përsëris të dashurit e mi. Do më thonë, interesant është që fjala saleh rrjedh për fjalës sileh, që do thot lidhje mes Allahu te bareke wa taala dhe robit e tij. Subhanallah. Të dashurit e mi, subhanallah, ata që e falin namazin, e kanë një kontratë me Allahun te bareke wa taala. E kanë një kontratë me Allahun te bareke wa taala, të dashurit e mi. Subhanallah. Kurse ata që nuk e falin namazin, nuk kanë kontratë me Allahun subhanahu wa taala. Qysh me pat kontratë me Allahun te bareke wa taala, nëse ai personi nuk e fal namazin? Allahu ekber. Allahu na ruaj ya rabbil alamin. Do të thonë, kurse ai që nuk e fal namazin, do të thonë nuk ka kontratë me Allahun subhanahu wa taala. Të dashurit e mi, këto është esenca të dashurit e mi. Këtu na tregon Allahu te bareke wa taala në surën Adh-Dhariyat versetin 56. Yaqulu Allah subhanahu wa taala: "Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." A thot Allahu subhanahu wa taala, thot gjinët dhe njerëzit, thot I kam krijuar thot vetëm që të më adhurojnë. Illa liya'budun. Vetëm Allahun subhanahu wa taala me adhuruar. Kurse ne nuk I përgjigjëm Allahu te bareke wa taala dhe mendojnë që Allahu subhanahu wa taala na ka krijuar që vetëm të argëtohem. Allahu ekber. Do më thonë, Allahu subhanahu wa taala na ka krijuar që vetëm ne të argëtohem. Subhanallah. Të dashurit e mi, subhanallah, ja ikhwan, Ali radi Allahu an qal, ka thonë, subhanallah, thot an-nasu niyam. Thot an-nasu niyam fa idha ma yaqumu tabahu. Do thonë Ali radi Allahu an ka thonë, thot ata njerëzit thot në këtë dynjë, thot subhanallah, ata njerëzit në këtë dynjë janë thot në gjumë. Ata njerëzit në këtë dynjë thot janë në gjumë dhe thot kur të vdesin, atëherë ta zgjohen. Subhanallah. Allahu ekber. Allahu ekber. Dhe më thonë Ali radi Allahu an po thot an-nasu niyam fa idha ma yaqun tabanuh. Allahu ekber. Dhe më thonë Ali radi Allahu an po thot njerëzit janë për momentin thot në gjumë, thot janë. Thot kur vdesin, atëherë thot zgjohen. Subhanallah. Subhanallah. Të dashurit e mi, sa t'jemi gjallë me adhuru Allahun te bareke wa taala, si që dhe tha Allah Jusufi, me adhuru Allahun subhanahu wa taala, ashtu si ta kanë ati të dashurit e mi. Ashtu si ta kanë ati të dashurit e mi. Në një hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna ghada. Këtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot rregulloni thot jetën juaj në këtë botë. Rregulloni thot jetën juaj në këtë botë. Martani, bleni shtëpia, kere, e kështu me radhë. Por thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka'annakum tamutuna ghada. Allahu ekber. Dhe punoni thot për botën tjetër. Mos të harrojmë botën tjetër të dashurit e mi. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, punoni thot për botën tjetër, sukur të vdesni thot nesër. Allahu ekber. Mu përgatit të dashurit e mi, sukur të vdesim nesër. Me adhuru Allahu te bareke wa taala. Me adhuru Allahu te bareke wa taala, se me punu për botën tjetër, sukur të vdesim nesër. Mu përgatit ku të dalim para Allahu te bareke wa taala, mu përgatit të dashurit e mi, subhanallah. Të dashurit e mi, një ditë për ditëve të dashurit e mi, shka punit me eho, nuk di. Jo, falë kem. Vetëm një minut, vllaznik, kamera njerë nuk marrë, desa të kryet të njerë ky fjalim këtu, atëherë masa nej, mund me marrë dhe kamera, nuk prish punë, mund edhe pyetje me qitën. Vazhdo vllaja më kem. Të dashurit e mi, një ditë për ditëve, subhanallah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte I mërzitur të dashurit e mi. Wallahi një ditë për ditëve pejgamberi alayhi salatu wasallam ishte I mërzitur. Dhe pi thot Bilalit, ja Bilal, thot ja Bilal, thot aqimu salah, rihna biha. Subhanallah. Dhe më thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pi thot Bilalit, thot ja Bilal. Thot ja Bilal, thot, thera thot azonin, që ne thot të falim namazin, që shpirtat e tona të qetësohen. Subhanallah. Subhanallah.
Ja Bilal, aqim salah, arihna biha. Allahu Ekber. Kurse ne çka themi Abu Bekr, hajde po shkojnë në ndarsh, mëson të kënaqem, po këta në filoni. Që ashtu aty të qetësojnë Që sona zemrat. zemrat. Allahu Ekber. Allahu na ruaj ya Rabbil alamin. Allahu na dhzoft ya Rabbil alamin. Të dashur të mi, wallahi billahi thumma wallahi billahi, pejgamberi alayhi salatu wasalam kur u mërzitur e kanë fal namazin. Se që aty qetësohet zemra. Nuk qetësohet zemra të begjozi, nuk qetësohet zemra të muzika, nuk qetësohet zemra të senet ndryshme, po qetësohet zemra ku të fal namazin. Allahu Ekber. Për këtë arsye ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, thotë ja Bilal, thotë thera azonin që të falin namazin, që shpirtat e tona të qetësohen. Subhanallah. Subhanallah të dashurit e mi. Të dashurit e mi, Allahu te bareke wa taala thot në surën Adh-Dhariyat versetin 57. Yaqulu Allah subhanahu wa taala thot ma uridu minhum rizqan wa ma uridu an yut'imun. Do më thonë Allahu te bareke wa taala po thot unë nuk kërkoj të prej tyre risk. As nuk dëshiroj të më ushqejnë. Subhanallah. Po thot Allahu jalla fi ula, thot ya ibadi, thot ya ibadi thot. Thot nëse dën thot fëmi, thot unë thot japi fëmi. Thot nëse dën thot risk, thot unë thot japi risk. Nëse dën thot këto, unë t'japi këto. Nëse dën këto e këto thot unë japi këto. Po thot ja ibadi o robin, thot fale namazin. E këto sene këto tjera gjëra thot lemi thot mu. Thot unë thot kujdesim thot për këto. Thot vetëm thot ti, thot fale namazin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sa i mëshirshëm është Allahu te bareke ve taala. Sa i mëshirshëm është Allahu Jalla fi ula. Allahu Ekber. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Al-Mu'minun versetin 115. Inna Allah ta'ala yaqul. Inna Allah ta'ala yaqul. Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Dhe më thonë Allahu subhanahu wa ta'ala po thot të dashurit e mi, a mendoni se ne thot ju kemi krijuar të për një lojë të kot? Allahu Ekber. Allahu Jalla fi ula po thot, a mendoni se ne ju krijuam thot për një lojë të kot? Ne që thojmë katonar që a na ka krijuar Allahu te bareke ve taala këtu me buaj garën ja? Me buaj garën në këtë dynja? Allahu subhanahu wa ta'ala thot, wa annakum ilayna la turja'un. Thot, hajta se ju do të riktheni thot të ne. Keni më rikëthy thot të ne. Allahu Ekber. Allahu Ekber të dashurit e mi. Allahu Ekber të dashurit e mi. Allahu Jalla fi ula na ruaj ya Rabbil alamin. Të dashurit e mi, Allahu Jalla fi ula i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot kul, thua ja nebi, thot thua ja nebi, thot tregoj robëve të mi, thot. Tregoj thot robëve të mi. Ja nebi, ja Muhammad, thot kul, thot inna as-salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi thot lillahi rabbil alamin. Subhanallah. Do më thonë, namazi, kurbani, jeta, vdekja, lillahi rabbil alamin. Do më thonë i përkasin të gjithë Allahu subhanahu wa ta'ala të dashurit e mi. Të dashurit e mi nëse ne e falim namazin, e bojmë vetëm për hitë Allahu subhanahu wa ta'ala. Mës me bo për syje faqe, për rria, por me fal vetëm për Allahu subhanahu wa ta'ala. Lillahi rabbil alamin. Vetëm për Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe nëse ne e prim kurbanin, të bojmë vetëm për Allahun Jalla fi ula. E ju më na pa njerëzit që jam të e prej kurbanin, vallahi. Mishi mirë pasha Allahun. Ja. Ja të dashurit e mi. Po të e prim vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Nëse ne agjerojmë, nëse ne jetojmë, edhe nëse ne vdesun, vetëm për Allahun të bareke wa ta'ala. Vetëm për Allahun azzu wa jall. Të gjithat i bojmë vetëm për Allahun të bareke wa ta'ala. Kjo është esenca të dashurit e mi. Çdo ibadet që e bojmë,
të bëjmë vetëm për Allahun te bareke ve taala. Mos të bëjmë për sy e faqe të dashërit e mi. Ti pështetëm Allahu te bareke ve taala, thumma istaqamu. Ti pështetëm Allahut subhanahu wa taala. Shiqani të dashërit e mi, çka na thot Allahu te bareke ve taala në librin e tij familjar, në surën Al-Hijr, versetin 99. Këtu na tregon Allahu xhalla fi ula, dhe thot: يقول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Dhe më thonë, Allahu Gjelle fi ula thot, subhanallah, thot ata, dhe më thonë, ja ibadi, o rubim, thot adhëroj thot Zotin tënd për deri sa të vjen yaqin. Adhëroj thot Zotin tënd për deri sa të vjen yaqin. Të dashërit e mi, shka dhe më thonë fjala yaqin? Shka dhe më thonë fjala yaqin, subhanallah? Dhe më thonë fjala yaqin, do të thot siguria. E shka do të thot siguria? Siguria do të thot që vdekja. Për këtë arsye thot Allahu Gjelle fi ula, thot ja ibadi, thot o rubim, thot adhëroj thot Zotin tënd për deri subhanallah, me adhuru Allahun deri sa të vjen vdekja. Subhanallah. Me adhuru dhe njerë Allahun subhanahu wa ta'ala për deri sa të vjen yaqin që thashu në farzit, deri sa të vjen vdekja. Me adhuru Allahun të bareke wa ta'ala. Subhanallah. Të dashërit e mi, Allahu të bareke wa ta'ala thot në surën Al-Ala, versetin 14, inna Allah ta'ala yaqul, thot Allah subhanahu wa ta'ala, thot qad aflaha man tazakka. Allahu Gjelle fi ula thot, i shpëtuar thot është ai që pastrohet. Dhe më thonë, i shpëtuar thot është ai që pastrohet e dashërit e mi. Subhanallah. Mirë po, pyetja shtrohet, qysh mu pastru njeriu? Qysh me kuptu na kita jetë? Qysh me kuptu na Allahu te bareke ve taala? Kur Allahu te bareke ve taala po thot, qad aflaha man tazakka. I shpëtuar është ai që pastrohet. Allahumma amin. Allah ju zof, çto është i fjalë, thot produkte bionatyrale, thot Allahu ju zof prindërt e mi, bëni këtë dua vëllezër, Allahu ja zof prindërt e saj. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, alamin. Amin. Falë Abu Bakr. Jo, s'ka problem. Mirë po, të dashërit e mi, pyetja shtrohet, qysh me kuptu na këtë ajet kur Allahu te bareke ve taala thot, qad aflaha man tazakka, i shpëtuar thot është ai që pastrohet. E këtu na tregon Allahu te bareke ve taala. Këtu na tregon Allahu Gjelle fi ula. Wa dhakara isma rabbih fa salla. Allahu akbar. Këtu na tregon Allahu, këtu duhet me kuptu këtë ajet kuranor ku Allahu Gjelle fi ula po na thot subhanallah. Dhe më thonë Allahu subhanahu wa ta'ala po thot, wa dhakara isma rabbih fa salla. Të pastruar janë ata që e përmendin Allahun Gjelle fi ula. Të pastruar janë ata që e përmendin Allahun Gjelle fi ula dhe e falin namazin. Dhe e falin namazin të dashërit e mi. Në një hadith, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot ahabbul kalami illa Allah. Ahabbul kalami illa Allah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot vepër më të dashur tek Allahu subhanahu wa ta'ala është thot dhikrullah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Vepër më të dashur tek Allahu subhanahu wa ta'ala është, dhe më thonë, që e përmend fjallën Allahu te bareke wa ta'ala. Ana thot Allahu Gjelle fi ula në librin e tij familjar, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله وتطمئن قلوب. أثت الله جل في ولاكته أتثت që besojnë. Nuk po thot ata që besojnë, Allah Gjelle fi për ata që besojnë, jo ata që nuk besojnë. Po ata që besojnë, që kanë frikë Allahu te bareke wa taala. Allahu po flet për ta. Po thot ata që besojnë dhe e përmendin fjalën Allahu te bareke wa taala, zemrat e tyre qetësohen. Ala bi dhikrillahi wa tatma'innu qulub. Do më thonë, Allahu Gjelle fi ula thot, me të vërtet, Allahu po na garanton
Dhe po thot, o rubim, me të vërtet, zemrat shqetësohen vetëm me përmendjen e Allahut xhalla fi ula. Dhe më thonë, me përmendjen e Allahun subhanahu wa ta'ala. Subhanallah të dashërit e mi, më kujtua një ajet kuranor kur Allahu xhalla fi ula kur e krija gjennetin. Kur e ka krijuar gjennetin të dashërit e mi, Allahu xhalla fi ula i ka thonë gjennetit, kul, thuaj, fol. Allahu ja ka lejuar gjennetit me fol. Allahu subhanahu wa ta'ala kur e ka krijuar gjennetin, el gjenne, i ka thonë gjennetit fol. Dhe e para fjalë të dashërit e mi që ka fol, ka qenë Agim pak, Dhe me të thonë? ndërprej pak, të ndërprej agim pak. Fol edhe një se të ndërprej, të kimi një. Ki diçka problem me mikrofon. Përsërit edhe një herë. Ja, pëta s'po njihesh. Fol, Po, tash. tash po, Orhani po, tash pa mirë, po, tash fol edhe një përsërit. unë e shumë. Okej. Tash apo ndëgjon? Po, tash mirë, dhe, hajtë Allah shpërblim. Okej. Do më thonë të dashërit e mi, kur Allahu xhalla fi ula e ka krijuar gjennetin të dashërit e mi. Ja i khvan, o vllazni, kur e ka krijuar gjennetin Allahu te bareke wa taala dhe Allahu xhalla fi ula i ka thonë gjennetit fol. Ka thonë fol gjennetit. Dhe gjenneti, e para fjallë që ka fol gjenneti është qad aflaha al-mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun të dashërit e mi. Do më thonë el gjenne, po thot me të vërtet të shpëtuarit janë ata besimtarët. Mirë po, të cilët besimtarë janë të shpëtuarit. Subhanallah. Të cilët janë ata të shpëtuarit të dashërit e mi, to na tregon Allahu subhanahu wa ta'ala. Këtu na tregon Allahu xhalla fi ula të dashërit e mi. Alladhina hum fi salatihim ghashi'un. Do më thonë, Allahu subhanahu wa ta'ala thot, të shpëtuarit janë ata të cilët të përulën thot në namazin e tyre. Të shpëtuarit janë ata të cilët janë të përulur thot në namazin e tyre. Ata që i bin sejdë Allahu xhalla fi ula. Dhe më thonë, ata që i nënshtronë Allahut subhanahu wa ta'ala të dashërit e mi, ata që e falin namazin, si që tha Jusufi, pa namaz ku po do me shku, subhanallah. A përshenit të dashërit mi shka ka thonë gjenneti, subhanallah. Të shpëtuarit janë besimtarët, ata që e falin namazin të dashërit e mi. Subhanallah. Të dashërit e mi, Allahu subhanahu wa ta'ala thot në librin e tij familjar, thot khalaqa Allahu samawati bil haqq. Allahu te bareke wa ta'ala thot Allahu i ka krijuar thot qiellin dhe tokën me qëllim të plot. Thot me qëllim të plot, thot kjo është një shenjë e besimtarëve. A përshet qysh e ka krijuar Allahu tokën, qiellin, honën, diellin, xhenetin, xhehenamin, melekët, njerëzit? Qysh me s'mi besu Allahut? Qysh me s'mi nështru Allahut të bareke wa ta'ala? Qysh me s'mi nështru Allahut xhalla fi ula? Subhanallah. Subhanallah të dashërit e mi. Të dashërit e mi, Musa a.s. para se me shku të Farauni la'natullah alej, Allahu xhalla fi ula i tha Musës a.s. i tha innani ana Allah. Thot ja Musa, thot me të vërtet thot unë jam Allahu. Thot innani ana Allah la ilaha illa fa'budu. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budi wa aqimis sala li dhikri. Do më thonë Allahu xhalla fi ula tha me të vërtet thot unë jam thot Allahu. Thot s'ka zot tjetër përveç meje. Thot andaj, thot vetëm mua thot me adhura. Thot vetëm mua thot me adhura. Thot për të më kujtuar thot mua.
Nëse ne nuk e falim namazin të dashurit e mi, e harrojmë Allahun xhalla fi ula. Wallahi e harrojmë Allahun te bareke ve taala nëse ne nuk e falim namazin. Nëse ne nuk i mushtrojmë Allahut te bareke ve taala, normal që kena me haru Allahun xhalla fi ula. Si Ademi alayhi salatu wasalam kur ishte në xhennet. Pse e buni atë gabim të dashurit e mi? Pse s'ka fal namaz? Për këtë arsye e harroi Allahun te bareke ve taala. E kjo është esenca të dashurit e mi. Kur Allahu te bareke ve taala e nalin Musa alayhi salatu wasalam, nuk i tha me shku te Firauni la'natullah alay, por ja dha namazin. Ja dha namazin, tha për me kujtuar thot mua, për mos me haru Allahun xhalla fi ula. Ani që e ka kryer atë punë, që u shkue, po me fal edhe namazin. Me fal edhe namazin të dashurit e mi. Elusum Allahun te bareke ve taala që Allahu xhalla fi ula me na bëj për atyre që e falin namazin me sinqeritet, me ghushua. Amin. Dhe elusum Allahun te bareke ve taala me na bëj për atyre që e lexojnë Kur'anin të dashurit e mi. Allahumma amin. Mes me mojt telefonin në xhep, po se të kapëm telefonin, të kapëm Kur'anin. Wallahi, të rrim ma shumë me Kur'an se në ditën e gjykimit, ka me qenë dëshmitar. Wallahi ka me qenë dëshmitar të dashurit e mi. Për këtë arsye elusum Allahun te bareke ve taala që me na bëj dhe për atyre që kanë edhe karakterin e mirë. Karakterin e mirë se që ka pot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Elusum Allahun xhalla fi ula që me na bëj me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kujshi. Allahumma amin. Elusum Allahun te bareke ve taala që kur të dalin për kësaj TikTokit me dal me gjinohet të falura. Dhe elusum Allahun te bareke ve taala që Allahu me na bëj për atyre që e ndryshojnë karakterin, që punojnë me nefsin e vet, subhanallah. Me nefsin e vet, subhanallah, se një ditë për ditëve të dashurit e mi, wallahi, Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an, shkante pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot ja Rasulullah, thot ja Rasulullah. Allah në mikrofonin se po problem. Thot ja Rasulullah, thot çka duhet thot unë me bëu thot që Allahu xhalla fi ula thot më ndasht. Wallahi të dashurit e mi më thon juve e dani Allahun subhanahu wa taala, normal kime thon o Ebu Bakr, ai menti, normal që e duan Allahun te bareke ve taala. Normal që e duan Allahun, çfarë pyetje po na nështron. Mirë po, pyetja shtrohet, a na don Allahu xhalla fi ula neve? Ashtu që shpëtojmë Allahun te bareke ve taala. Për këtë arsye, shkon Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ja Rasulullah. Thot ja Rasulullah, çka duhet thot unë me bëj që Allahu xhalla fi ula thot më ndasht. Subhanallah. Çfarë pyetje të dashurit e mi? Çfarë pyetje kanë shkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ja Abdullah, ja Abdullah. Thot tri gjëra thot janë thot nëse këto thot i bën, thot Allahu xhalla fi ula thot ka më dashur. Dhe Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu befasu thot ja Rasulullah. Thot tregom thot çka duhet me bëj që Allahu thot më ndash mu, Allahu akbar. O i dërguari Allah. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot ja Abdullah, thot as-salatu ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha. Dhe më thonë namazi në kohën e vetë, në kohën e duhur. Allahu ekber. Ajo si ne, është nora një me falë namazin, hajtë se e falin 2, hajtë se e falin 3. Ja, ashtu t'jo. Po thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe më thonë namazi në kohën e vetë. Nëse ne e falin dhe më thonë qatë kohë, që na ka thonë Allahu te bareke ve taala, aty ka mëshirë. Aty ka bereqet. Qatë ku me fol namazin? Qysh po thot pejgamberi alayhi salatu wasalam? Ala waqtiha. Do më thonë namazi në kohën e vet. Dhe e dyta thot pejgamberi alayhi salatu wasalam thot ja Abdullah, thot thumma birul walidin. Thumma birul walidin thot ja thot Abdullah. Thot mirësjellja ndaj prindeve. Allahu ekber. Po vjen namazi, mas namazit po vjen prindërit. Allahu ekber. Allahu ekber. Farë mëshire. Subhanallah. Dhe më thonë namazi
Dhe po thot pejgamberi Ali salatu wasalam, ja abudullah, mirëselja ndaj prindeve, mi ia dhun hakin prindeve. Me më kujdes ndaj prindve tonë të dashurit e mi. Sa i kemi gjallë. Pasha Allahun të dashurit e mi, baba em rahimullah thashte prindrit janë thëtë si dy qeshme që qesin ujë. Nëse vdes thëtë nona, një qeshme thëtë nale thëtë nuk pik thëtë ujë. Nëse vdes thëtë edhe baba, thëtë edhe qeshme nale thëtë nuk pik ma e ujë. Dhe më thonë ata dy qeshme nuk pikin ma ujë. Allahu ekber. Allahu ekber. Për këtë arsye, sa ti kemi prindit gjallë, mi majt të dashurit, mi më dhëm mi majt, si që thënë nga katonar që flasëm. Wallahi du të mi adhun hakin prindreve. Dhe treta thët pejgamberi Ali salatu wasalam, thët ja abudullah, thët gjihad. Dhe më thonë, gjihad. Po qysh me kuptu nga këtë fjallë gjihad? Gjihad është të dashurit e mi, me nefsin to me leftu të dashurit e mi. Me përmësu gjendjen ton të dashurit e mi. Nashta nuk e kemi pot karakterin e mirë, me përmësu gjendjen për me pot karakterin e mirë. Nëse nuk e ki pot namazin në regull, me përmësu namazin, që kjo është gjihadi. Dhe më thonë, me leftu me vetë vetën, nesër insha Allah, ku më shumë 5 ora dhe ku me fal namazin, a jo në 10 ora. Po me nxez, me fal namazin, e këtu du të na me leftu të dashurit e mi. E lusëm Allahu të bareke vë ta'ala, që Allahu gjelle fi ula me na bo për atyre që e falin namazin, dhe e lusëm Allahu të bareke vë ta'ala që më kone dhe Allahu me ne i knashin, ja Rabbil Alamin. Allahu i shpërbleft, dhe Allahu i dhash të gjithat e mire, ja Rabbil Alamin, në këtë botën e botën tjetër. Amin vllajmë, Allah shpërbleft, Allah të dhash të mirat. Në gjithë se s'kemi dasht me ndërhy këto i këm dokumenta, që s'kem pa qef me ndërhy dhe mjavë në lyve fjalimin. Në gjithë se kem komenta shumë, po një dokumenta më ronë pak si të sy, në qofë se bërë mjavë këthy se janë ka lypin fjallën. Njoni këto tha, këkus të s'ka folë, tha me Allahun. A i në dejta që 2 satë në përfolën të që ka folë Musa me Allahun, e po thotë s'ka folë me Allahun. Po s'prish puna jo, nështë s'ka ledzu dhe aj.